Shqipëri-Serbi më 8 tetor do të luhet në stadiumin e rikonstruktuar Loro Boriçi. Ky është premtimi i bërë menjëherë pas skandalit të dhunës dhe racizmit në Beograd. Një deklaratë që në javët dhe muajt në vazhdim u pasua nga vëzhgime, mbledhje dhe deri në zbulimin e një pjesë të projektit të arkitektit australian Peter Wilson. Por edhe pas 6 muajsh, stadiumi modern në Shkodër mbetet në ajër. Asgjë konkrete edhe pse në muajin e fundit është folur disa herë për nisje të punimeve. Që në muajin nënor, kur kanë qarkullu fjalët e para për rekonstruksionin e stadiumit Loro Boriçi dhe deri sot që po flasim, megjithëse Bashkia Shkodra theksoi është pronare e stadiumit, asnjë person, asnjë institucion, duke përfshi edhe KKT-n, nuk ka paraqit një shkresë të vetme, qoftë për kërkim leje për studim, qoftë kërkesë për fillim punimesh, aq më tepër na vjen në dispozicion dhe në dijeni projektin e ndërtimit të stadiumit. Bashkia në kryeqendrën veriore jo vetëm që ndjet e anashkaluar, edhe pse është pronare, por largon përgjegjësinë për vonesat. Shkaqet duhen kërku tek ato që kanë iniciuar dhe nisjen e punimeve, pra nëse është prezantuar një projekt dhe është folë që do të bëhet publik projekti që unë nuk di që t'jenë bëhet publik, është thënë që grupet e interesit do njihen me projektin dhe nuk është bën një gjë e tillë, është thënë që së shpejti do të fillojnë punimet, por nuk është realizuar. Nga ana jonë, Bashkia Shkodër nuk ka qenë dhe nuk do të jetë asnjëherë pengesë për rekonstruksionin e stadiumit Loro Boriçi. Absurdi shkon edhe më tej me kontaktet në rrugë zyrtare që janë inekzistente. Paradoksi i kësaj është që ne si bashki të gjitha informacionet i kemi marrë nëpërmjet mediave, madje edhe projektin e kemi marrë në përfaqet italiane online ku kemi marrë vesh çfarë mendon qeveria të bëjë me stadiumin e Shkodrës. Nga ana e saj, Federata bën të ditur se pret miratimin final të UEFA-s për projektin. Kur mungojnë më pak se 5 muaj e gjysmë nga ndeshja me Serbinë, duket e vështirë që impianti me 17.000 vende dhe kosto 10 milion euro të jetë gati në kohë.